Qendra e vetme në Ferizaj që merret me edukimin e shoqërisë për mos përdorimin e lëndëve narkotike, qendra Rijeta, së fundmi ka nisur një projekt të ri të titulluar Të pim një kafe së bashku, me qëllimin për të qenë më afër me qytetarët, kështu duke simbolizuar paqen dhe bashkëpunimin mes secilit njeri. Arjeta Musliu, udhëheqëse e kësaj qendre, ka treguar se nga ky projekt synon që përmes vizitave shtëpiake të jenë pranë njerëzve, duke krijuar hapësira të ngrohta komunikimi, mbështetje dhe mirëkuptimi. Deri tash ka 6 vite në që qendra jonë mirret konkretisht me përdorimin e lëndëve narkotike, po e kemi pa që ne mundemi me pas, jemi indikator ndoshta, ose kemi ndikim edhe në problematika të tjera të shoqërisë. Këtu fillimisht projekti i radhës me vitën më të madhe, mund ta them që është i drejt për drejt nga zyra e presidentes së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, gjë që është shqetësimi i saj dhe ndodhit aktuale që po ndodhin në shtetin tonë, në aspektin e shëndetit mendor, qoftë vrasje, të dhunime, problematika të ndryshme, atëherë është një këmban alarmuese, nëse muj me qujt, dhe vullneti i saj pas disa takimave që kemi mbajt radhasi që çka mund të bëjmë në një formë më emergjente, nëse mund ta quajmë, atëherë më është besu në nivelin e shoqërisë civile, bashkarisht me shumë organizata të tjera dhe individ të vullnetit të mirë, që të fillojmë një kampanjë apo një projekt më ndryshe se sa këto që kanë kalu mendoj në rutinë edhe nuk po e them atë stigmën e qytetarëve për të kërkuar ndihmë. Në bisedë e sipër me presidentën dhe kabinetin e presidentës kemi diskutuar dhe erdhëm në koordinim që projekti në fjalë që vetë është i finalizuar të jetë pak më ndryshe, të jetë më i afërt me prezencën me qytetarët. Edhe kemi emëruar Të pim një kafe së bashku. Çka nënkupton filxhani i kafes së bashku, nëse ne çmohemi apo vlerësohemi, zemërgjërsia dhe bujaria, mikpritja jonë e dalluar si shoqëri është që na jep hapësirën për të trokit në shumë dyer. Këtu kemi planifikuar të përfshijmë jo vetëm qytetin e Ferizajt me rrethin, po do t'jetë edhe komuna e Leshanit, komuna e Kaçanikut, pjesa e Vitis dhe komuna e Shtimas. Si do funksionoj kjo? Kemi një ekip profesionistësh, një ekip të përkushtuar, bashkarisht duke i shoqëruar tonë, dhe do shkojmë, do vizitojmë në për familje, do trokasim në për shtëpitë e familjeve tona. Kjo është vetëm fillimi. Me shumë bindje e besoj se do ndodhë një diçka shumë e mirë, sepse nënat gjithmonë me raste apo zonjat e shtëpisë janë ato që më pak e kanë guximin për të rrëfy, për të shprehur atë problemave që i kanë. Ne tani më e dim që rinia jonë është e infektuar ndaj dukurive negative, qoftë konsumimi i lëndëve narkotike, qoftë lojrat e fatit, biçosi, alkooli, prostitucioni, dhuna fizike, dhuna psikologjike, problemat, mosmarrëveshjes mes çifteve, dhe mendohet që zgjidhja ndoshta ndodh mrekullia dhe bëhet brenda 4 murave, brenda asaj shtëpie. Kështu që unë po e mendoj që nëse ne do pim një kafe bashkë me zonjën e shtëpisë, me bashkëshortën apo nënën e fëmijëve të asaj familje, mendoj që aty ne do nxjerrim apo do bëjmë identifikimin në shumë problematikave, do është Zoti paqim sa më pak, po thjesht kjo mund të ngelet një dëshirë sipas realitetit që po e shohun edhe kërkesave që po bëhen në qendrën tonë, dhe atëherë do bëhet një detektim i problemit dhe referimi për mëtutje për zgjedhjen e një problemi, qoftë në aspektin e shëndetit mendor, ku si shqetësuese është mos informimi i mjaftueshëm rreth simptomave që shfaqet rreth problematikave, qoftë stresi, qoftë ankthi, qoftë depresioni,
përderisa në shoqërinë tonë kemi ato simptomat bazike, derisa individi përjeton stres apo ankth, edhe referohet te mjeku familjar edhe vazhdon me shumë analiza laboratorike, me shumë ekzaminime, edhe në fund të gjitha analizat dalin në vlera të normales, ndërsa dhimbjet e muskujve, kokëdhimbja, frika, pagjumësia, gjumi tepërt, mungesa e të ushqymit, ushqyeshmëria e tepërt, gjitha këto janë simptoma të stresit apo të periudhës jo të mirë emocionale që po përballet individi. Kështu që duke i dhënë këto informacione, duke dhënë një uri bazike rreth ruajtjes së shëndetit mendor, mendoj që do jetë një formë shumë e mirë e qasjes ndaj komunitetit ton për të ofruar shërbime psikologjike rreth shëndetit mendor. Jam mirënjohëse dhe falenderuese të gjithë atyre që kanë marrë atë hapin e parë për të kërkuar ndihmë. Këtu flas për punën edhe shërbimet që i ofrojnë për 6 vite në qendrën tonë, duke përfshirë të gjitha qytetet e Kosovës dhe jo vetëm. Këtu përfshihet edhe shumë qytete të Maqedonisë, pjesa e Preshevës, Bujanovci, mandej kemi edhe nga Shqipëria, po thjesht ne do prekim më shumë edhe pjesën rurale, edhe familje që si një formë shorthi, kuj do t'i bie apo ku do shohim një pamje do ndalemi. Nuk do shkojmë me një listë, me emra apo me mbiemra të familjarëve, sepse ne ata që kërkojnë ndihmë vetëm i kemi të identifikuar. Ne po përpiqemi që trokitja apo kafja jonë të jetë një çelësi, një hapi të parë për të kërkuar ndihmë. Pastaj nuk do mbetet vetëm me një vizitë. Ne e kemi menduar apo e kemi organizuar planin ton që nëse ai individ ka nevojë për shërbime psikiatrike, ai të bindet që ilaçet nuk shkaktojnë varësi, edhe të jenë lehtësisht të pranueshme për atë individ që ka nevojë. Ose me disa seanca relaksuese, ndoshta një e re apo një i ri, nëse një lidhje simpatie atë individ e ka demotivu, nuk ka humbë vetvlerësimin, ndoshta mbi 2-3 takime me psikologun, ati do t'i ndihmoj. Një rënje, një suksesi të një student që mendon se është përmbys bota për atë, do jemi një shpresë që do ta udhësojmë, do ta referojmë në adresën e duhur ku ai do marrë shërbimet e duhura të nevojshme. Ky projekt do të shtrihet në zona të ndryshme, për çka do të mundsoj që secili i ri apo i re që ka nevojë për trajtim ose këshillim të gjejë rrugën e duhur dhe kësaj të ketë ndikim pozitiv në uljen e rasteve që lidhen me dukuritë negative. Identifikimi ato janë që marrin vazhdimisht shërbime në qendrën tonë, ndërsa ne do vazhdojmë te familje të panjoftuna, thjesht do trokasim në përdyer, edhe do ja shpjegojmë edhe do kërkojmë të pim një kafe bashk për të qenë më afër shqetësimeve të asaj familje. Gjatë që nuk ka të bëjë me identifikimin e deri tanishëm, por ne qëllim këtë që kemi, ne të shkojmë edhe aty për aty të paktën shqetësimin më të vogël ta bëjmë të njohur dhe të ofrojmë mbështetje atyre familjeve. Ky projekt ka marrë përkraje edhe nga presidentja Osmani. Unë kam thënë vazhdimisht në për intervista, ku ne si profesionist, psikolog që ushtrojmë profesionin ton, edhe psikologu ka nevojë për ndihmën e një psikologu. Edhe doktori ka nevojë për ndihmën e një doktori. Kështu që edhe njëra dorë ka nevojë për dorën tjetër. Kështu që të mos hezitojnë shoqëria jonë, sepse shqetësimet edhe problemet aktuale, në veçanti numri i vetvrasjeve, numri i vrasjeve edhe dhuna qoftë seksuale, qoftë fizike, është çdo ditë në rritje, duke heshtur nuk mundemi të bëjmë parandalimin apo ndryshimin pozitiv të problemeve të tilla. Andaj të jenë të guximshëm në këtë pjesë, sepse nuk është turp të kërkosh ndihmë te psikologu, nuk është turp të vizitosh psikiatrin, përkundrazi është dhurata më e mirë që individi mund t'i bëjë vetes. Sepse jo gjithmonë doktori i zemrës apo doktori i mushkërive apo kushdo qoftë tjetër e bën zgjidhjen e një shqetësimi
në aspektin shëndetësor, kështu që shumë simptomatologji dhe shumë shqetësimet e individët vinë si pasojë e gjendjes emocionale psikologjike, kështu që ata me veprimet e tilla, duke hapur zemrën, duke rrëfyer akumulimin e shumë viteve, sepse jeta shfaq pakënaqësi, shqetësime, problematika dhe jo vetëm mund t'ja dalin, të kalojnë një sfidë, një situatë, kështu që le të kenë guximin edhe le të kërkojnë ndihmë për mirëqenien e tyre dhe për të jetuar një jetë më ndryshe se sa që janë mësuar ndoshta për disa vite.